Washingtoni dhe Moska po flasin përsëri. Pas një muaji gjysmë heshtje, Donald Trump dhe Vladimir Putin patën një bisedë telefonike një orë gjysmë, në të cilën diskutuan për Iranin dhe Ukrainën, dy çështje gjithnjë më të ndërthuara. Iniciativa erdhi nga Kremlini dhe vjen vetëm disa ditë pas takimit në Shën Petersburg midis presidentit rus dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Putin vlerësoi atë që ai quajti vendim të mençur të Trump për të zgjatur armëpushimin, i cili mund të ndihmojë në stabilizimin e situatës në linjën e mesme dhe t'u japë një shans negociatave, të cilat aktualisht duket se janë në një ngërç të plotë. Cari duke përsëritur gatishmërinë e Moskës për të ndërmjetësuar përpaqe, më pas i ofroi Washingtonit ide dhe sugjerime se si të zgjidhet çështja bërthamore iraniane, duke u bazuar në takimet e tij të fundit me Araghchin dhe mesazhin që mori nga udhëheqësi suprem iranian Mojtaba Khamenei javën e kaluar. Dhe në të njëjtën kohë kur tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit duket se po rriten përsëri, Putin ja bëri të qartë edhe një herë presidentit amerikan se kryerja e një operacioni toksor në Iran do të ishte papranueshme dhe e rrezikshme dhe do të sillte pasojat jashtëzakonisht serioze për të gjithë bashkësinë ndërkombëtare.